nuk të mbush dot mendje sepse s'ka njeri që ta mbush mendjen, por e di që do lëndohesh ti prapë. Jam e sigurt për këtë gjë. Dhe këtë gjë me timen po mundon të evitoj, por nuk ta evitoj të tonë. Por e ndjeve ti ta bësh it's up to you. Nuk dua të merret kjo gjë asnjëherë. Do të thënë, as nuk do imagjinoja dot që ta mendonin si Ti po të... Unë nuk dua të vërtitet kjo eksperiencë vetëm rreth një individi dhe ti po e bën këtë gjë. Po e vërtet vetëm rreth një individi, po Vanessa, rregullo mikrofonin. Po gjithë gjërat e tjera. Kupton? Mos e lejo këtë gjë zgjidh dhe ta them ndryshe. Ta them çdo ditë. Duat që të jetë e gjithë eksperienca kjo gjë. Nuk është se s'mund të mbasa të duket sikur s'po mundohem. Nuk po mundohesh, se shpar shështrim atë. Po Si po mundohesh? Për po sot. Jo, Përveç se sot. Ti nuk e kupton çdo fjalë që thua ka ndikim herë 5000. Brenda dhe jashtë, çdo fjalë, jo me çdo veprim. Këtë nuk dua ta bëj për të ndjerë ti keq, po për të zbritur pak më kom në tokë. Edhe në realitet. Ndonjëherë ti pa dashje fluturon, edhe ti edhe mbase nga ekuja e çdo voce që thot pse ai tha ashtu për mua, pse ai tha që nuk dua unë etj, ose që nuk kam njëjtën ndjesi, apo që nuk kam frikë etj. Mbase nga ekuja e çdo gocë ti thua do ta bëj unë tani që ai të ndryshoj mendje, ose e bën edhe në subconsciencë njeriu. Nuk di se ta shpjegoj si ndjesi. Jo, se kam nga ajo gjë. Atë për çfarë po e bën? Nuk e kam. Si po i bën këtë dëm vetes. Të thash edhe brenda edhe jashtë, do të sulmojnë shumë. Edhe këtu do të sulmojnë shumë sepse po tregosh kontradiktore me veprimet e tua, edhe me gjërat që thua, edhe që the. E di që nga ana racionale, po ta marrim gjë në mënyrë racionale. E di, por nga ana emocionale. Po është emocionale. Vetëm nga ana jote, po ta pyesum tani Indrit. Indrit, çfarë do me ty Vanessa? Asgjë. Ne jemi afruar, por në friend zone, siç kemi diskutuar. Pra unë kam pëlqen ajo, është një vajzë sinqert. Këtë do thotë. Edhe unë përndaj çuditem që ti s'po e kupton këtë gjën. Ose ti s'do ta kuptosh. Jo, por kur e kemi folur këtë gjën, shumë unë ja kam thënë miqësi nuk e kuptoj. Se kupton ti, po përsa ko ja toleron, ti ja toleron, do thotë që ti ja lejon. Dhe ti po i lejon shumë gjëra, po lejon edhe të përdorësh. Nuk është okej. Nuk mendoj që ai po e bën. Sepse ti e përfshirë në këtë gjë. Edhe sikur mos të jetë e vërtet, kështu del. Edhe sikur mos të jetë e vërtet. Ti mund vazhdosh bësh çfarë të dojë zemra ty, po këtu nuk është vetëm çështje zemre. Mund të ishte pak më përpara vetëm çështje zemre. Për shembull, ai po më thoshte që unë e di se si tingëllon e gjithë kjo gjëja, se e di se do më tingëllon të mua në vesh të mi nëse isha unë ajo që të gjëja dikë tjetër. Dhe imagjinoj këtë herë 1 milion. Ti këto gjithdo? Ajo që unë dua është tjetër, por sepse nuk është më çështje vetëm marrëdhënie të dy njerëzve, është marrëdhënie të dy njerëzve herë 2 milion, 1 milion, whatever. Këtë po më të shpjegoj, dhe të shkund, po nuk po shkundesh, po kundrazi, po e përkeqëson çdo ditë më shumë.
Dhe thash, nuk po e bëj këtë që ti të mërzitesh, por duhet ta thot dikur sepse është ndryshe kur ta them unë kështu trosh, e ndryshe kur të vjet tjetra, e tjetri, që të vinë dhe të ta thonë në mënyrën e tyre, do lëndohesh më shumë. Sepse beson do ndodhi, në mos sot premten, mos premten, gjatë kësaj jave, do ndodhi. Nuk di që të them, në më thërë, për mua, ti bëj që duash, po ajo gjë ishte dhe është e tepër. Për ty, ti se do këtë, as nuk ke nevojë për këtë gjë. Unë e kam thënë ta i çfarë dua. Ti s'ke nevojë për këtë gjë. Është tjetër ka nevojë për pak më shumë empati në publik. Pin keq, po. Unë duhet të tregojmë logjikshme në këtë gjë, nuk mund të tregojmë emocionale. Dhe nëse unë them kështu, thjesht imagjino. E nuk po them këtë për të të friksuar, po po them për të të shkundur. Sepse ta kam thënë disa herë. Mua gjëja që më tremb, s'është aty, është gjëja që më tremb është në këto momente sidomos, sepse unë e di që këtu, për shembull duke u nisur nga vetja ime, në fillim gjërat nuk i thoja copë si që ishin prej situatës javësh, se nuk mundesha dhe kam arrit në pikën që mendoj që ai është në një presion tani me vete, sa që ca gjëra nuk mundet dot t'i thot dhe të diskutoj me fjalë. Sa bukur. Shumë e Yll bukur. dukesh. Si brac. Shumë bukur. Si ajo Po. Si brac. me gjë e ka pas. E, si Jenny. Jennifer, Si di ore. shumë mira e mbrec. Veç që kam pak kryt e madhë. Ama unë se kam veç po mdokët. Fut etiketën mbrapa. Ku mëj? Këto të mjeli e kam. Ja tani do ikish ti bële flokët. Ti zbres. Po hajde se Po. të rubu. Tani. Po. Ato edhe pak veç ku të hecin. Hajde për